Përshëndetje nxënës, ja ku po fillojmë dhe me pjesën e dytë të mësimit. Shpresoj që edhe ju do të keni hapur librat tek autori Azem Shkreli, ku më parë ju lash dhe pjesën e parë. Tani tek pjesa e dytë do trajtojmë 3 lloje veprash, motivet për mbajtja e këtyre veprave, forma, struktura e vargut, veçoritë stilistike që përdor autori. Atëherë veprat janë Engjujt e rrugëve, ku këtu poeti sugjeron një jetë autentike me entuziazëm për zhjimin e një jete të re. Vepra tjetër e di një fjalë prej guri. Fjala dhe heshtja janë dy nga figurat më të shpeshta e më kuptim plot të ciklit. Ndërsa tek vepra nga Bibla e heshtjes ai trajton tema epike, por poezia e tij prirret nga lirika në mënyrë të veçantë nga lirikat mendimtare, refleksive, të cilat do të arrijnë nivelin e lartë estetik të poezisë së tij. Temat personale e universale të përdorura në këtë vepër janë jeta e vdekja, dashuria, e përsimi, mallëngjimi, frika, durimi që nuk durohet. Kjo vepër ndahet në 4 cikle me bazë tematike dhjatën e re. Gjithashtu, me pjesën Dugagjinçe, ku tema e vendlinjës paraqet gjeografinë shpirtërore dhe botën specifike të njerëzve, ndërsa tek dhjata e re paraqet motive me origjinë nga bota kishtare, biblike dhe me gjuhë metaforike. Gjithashtu, pjesa e tretë ose cikli i tretë i kësaj vepre është Kafsha e zezë, ku mbështetet në një figurë simbolike, ngjyrat vijnë duke u ngrysur dhe shprehje me rënd metaforike. Për sa i përket veçorive stilistike, do t'i trajtojmë edhe këto, format, strukturën e vargut, veçoritë e tjerë. Atëherë, në pjesën më të madhe, u përmbahet formave të rregullta të poezisë, vargut të matur e të rimuar dhe sistemit strofik. Lëvron vargun e lirë të lidhur me format e shkurtra dhe të gjata të poezisë. Është i kursyer në fjalë, konciz në shprehje. Ligjërimi i tij poetik ka ritëm, intonacion, leksik dhe sintaks të veçantë poetike. Është mjeshtër i zhbartjes dhe i kapërcimit të vargut, i cili tek ai kuptimisht nuk merr fond aty ku mbaron grafikisht, por batet edhe në vargun tjetër. Zhbartja është e njohur nga vargu në varg e nga strofa në strofë. Ruan drejt pëshimin mes fjalës dhe idesë, traditës e risisë, subjektivës e objektivës, lokalës dhe universalës. Poezia e tij është sintezë e ndjenjës, mendimit dhe shprehjes së bukur. Kaq për këto veçori të veprës së tij, më pas do kalojmë tek pjesa tjetër, tek vëllimi poetik, lirik me shi. Atëherë, për sa i përket kësaj pjese, cilën edhe do ta trajtojmë dhe do ta analizojmë, do ju jap disa pika kryesore në lidhje me vëllimin poetik lirik në shi. Me shi. Lirik me shi përbëhet nga poezitë e shkruara në vitet 90 dhe u botua në vitin 1994. Poezitë lidhen edhe me ngjarjet e rrethana dramatike në Kosovë, si dëshmi kanë shënimet e kohës e të vendit ku janë shkruar, sa që nga një herë japin pamjen e një detari poetik të kohës. Nuk është i ndarë në cikle poetike, pra nëse vu me re tek vepra më parë që trajtuam që ishte ndarë në 4 cikle poetike, heshtje biblike, kjo nuk është ndarë në cikle poetike. Poezitë lexohen si të veçanta, por nga ana tjetër ato lidhen edhe nga një komunikim i brendshëm, i diktuar prej një gjendjeje subjektive dhe situata shpirtërore që ruhen në të gjithë veprën. Karakterizohet nga një përqendrim i temave dhe i varianteve të shfaqura në librat e mëparshëm, por tani me një nivel estetik më të lartë.
në libër dalin përfundimisht tipat ligjërimor të poezisë së autorit, format, figurat dhe teknikat e vargut e të strofës, çka nënkupton latimin e stilit poetik nga ana e shkrelit. Klasifikimi i formave poetike që përdor poeti shfaqet me emrimet këngë, vjersh, poezi, lirik, epik, histori. Siç del edhe tek titulli vëllimit lirik me shi. Vargjet e këtij vëllimi janë shkruar me ngarkesë ekstreme emocionale nga ana e poetit, duke i dhënë lirikës së tij meditative më tepër zjarr. 3 format e shprehjes që përdor autori tek vepra e njohur lirik me shi janë distiku, katrena, forma e lirë e ligjërimit. Besoj se distiku e kuptoni se ç'do të thotë, unë po ja sqaroj, është strofa 2 vargshe, ndërsa katrena janë strofat 4 vargshe. Besoj se jena kuptu për mësimin e sotëm, cili është pra, ky është mësimi i sotëm, ku herën tjetër do të vazhdojmë edhe me çështje tjera. Tani si detyrë për shtëpi, do keni me parapërgadit komentet për poezinë lirik me shi dhe motivi i hershëm. Ju përshëndes dhe miru dëgjofshi.